planifikojmë të jetë një unazë e qytetit. Është e pafalshme një qytet që Peja mos me pas asnjë semafor. Gazmend Muhaxheri thotë, unë nuk jam kryetari fjalëve, unë jam kryetari punëve, vi do të dy regjia. Se cilin mandat që e kom fitu me vota ma shumë çdo herë kur kom garë. Regjia po e përcjell. Kjo ka ndodhur për shkak se unë jam kryetari i punëve dhe jo i propagandës edhe premtimeve. Do thonë punën që e kom nis, edhe pse mundu me minimizu me këto fjaloret so bo kur gjor 20 vjet, so bo 25 vjet, so bo 12 vjet. Domethënë Peja në këto 12 vjet ka ndru shumë dhe ka ndru për të mirë. Domethënë është punu jashtëzakonisht shumë, unë dhe ekipi im jemi qenë të angazhuar për me krijua kushte më të mira për gjithë qytetarët e komunës Pejës, edhe besoj që ja kemi realizu, sepse çdo herë kemi qenë të votuar më tepër se herën përpara që kemi dalë nga garë. Nuk është e vërtet, po thotë, kom ndryshu qyteti i Pejës, po thotë që kushdo që thotë që s'ka ndryshu për 12 vjet. Këto mbati për janë fjalë se sa punë. Do thotë e kundërta asaj çka thotë. Nëse i krahasojmë qytetet përreth me qytetin e Pejës, e shihni ku ndryshimi. Nëse krahasohet vetë Gjakova me Pejën, me buxhetet paraafërta, me banorët paraafërt, ku së Gjakova, ku Peja. Do thotë buxhetet e komunës Pejës madje për janë shkuën periferi dhe në projekte të caktuara në për ambiente të caktuara, qoftë ka rrugova, ku kanë pas prona të caktuara zyrtarët e komunës, janë shtru rrugë të reja në për ambientet të caktuara të rrugovës, po edhe të pjesëve tjera rurale, zakonisht ku kanë prona të caktuara zyrtarët e komunës. Qyteti o mbet keq. Pjesa urbane është jashtëzakonisht keq. Dhe keni pa që nuk është zhvillu mjaftueshëm asnjë pjesë, asnjë lagje qytetit tonë. Veç shikoni Dykorrikun apo Asalnqeshme. Nëse shikoni ku janë ata banorë dhe çka është investuar aty, e shihni që është situata. Fidanishten, që tash në kohë të fushatës kanë filluar disa rrugë të shtrohen. Dardania gjithashtu. Do thotë lagjet tona, Kapëshnica dhe Zotrat kanë probleme të shumta. I kemi vizituar çdo lokalitet. I dim krejt hallet e secilit. Dhe asnjë zhvillim mirëfillt, asnjë projekt që zhvillon komunën nuk është zhvilluar për këto vite. A do të ndryshoj Peja qeverisjen nga LDK-ja? Peja ka me ndryshu. Unë jam i bindur shumë që në Pejë do të ndronë qeverisja. Edhe me ndrimin e qeverisjes do të ndronë edhe mentaliteti i qeverisjes. Nuk qeveriset pa projekte. Nuk qeveriset aty për aty. Do të thotë, ne jem ka konkurojmë me projekt. Dhe projektet analizohen, mandej aprovohen, sigurohen buxhetet, zbatohen dhe mikëshyren. Këto procese nuk zhvillohen në komunën e Pejës. Komunën e Pejës zhvillohen projekte aty për aty. Po shoh diçka, po më mërmenja që është keq, edhe pe e bëj. Nuk shkon ashtu. Projektet duhet të analizohen përpara, aprovohen, hyhen buxhete, atëherë zhvillohet projekti. Dhe kjo formë e qeveriset që ka zhvillohet tash në komunën e Pejës, nuk ka me zhvillu qytetin. Cilat janë projektet tuaja, Zotëri Berisha, në rast se me cilën po ofertoni të qytetarët e Pejës, të banorët e Pejës? Ne në radhë parë kemi me ju kthy shumë investimeve në pjesën urbane. Do thotë ne mendojmë që qyteti duhet të marrë frymë ndryshe. Planifikojmë të jetë një unazë e qytetit. Shumë qytete kanë ndërtu unaza dhe një farforme e kanë rregullu qarkullimin e brendshëm qytet. Unaza e qytetit tonë mendojmë që do të jetë një rrugë e cila do të shtrihet nga Pallati i Sporteve, ka parku, ka Zotrat, ka Peshnica dhe do të del te Spitali i Pejës. Gjithë qytetarët që qarkullojnë nga fshatrat e Pejës, nga Deçani dhe pjesë tjera, nuk kanë nevojë me ngarku qytetin. Përmes kësaj qarkurje do të shkojnë qoftë spital, qoftë nëse dëshirojnë me vazhdu për rrugën nacionale që është e Rrugovës. Pjesa tjetër, tranziti do të rregullohet mirë. Tranziti është një pjesë
që qarkullojnë shumë njerëz dhe është në situatë jashtëzakonisht të keqe. Pjesa tjetër e projektit është nga fabrika tullave dhe do del ka tabjet të gjimnazi dhe të spitali 5. Edhe kjo pjesë do të shkarkoj qytetin nga pjesa që vinë prej Stogut, prej fshatrave të Podgurit dhe shumë njerëz kanë me shfrytzu ato edhe nuk kanë nevojë me ngarku qytetin. Gjithashtu edhe kjo pjesë nga Gorenja deri te stacioni i trenit do të zonohet me 4 kursi. Do të ndërtohen shumë rrath në qytet, do të vendosen semaforë në pjesë caktuar, është e pafalshme një qytet që Shopeja mos me pas asnjë semafor, asnjë sinjalistik të rregulluar për qarkullim. Dhe kjo një farë forme e ka determinuar që qyteti 5 me kon i tillë i burfatur.